orës 10. Pas një muaji agjërimi dhe sakrifice, besimtarët muslimanë në Shqipëri festojnë sot Fitr Bajramin në çdo mesazh që përcillet në këtë ditë të rëndësishme për fenë islame. Ka vetëm shpresë për më shumë paqe në këtë botë të trazuar dhe me besimin për pranimin e lutjeve, mesazheve. Mëngjesi sot në të gjithë vendin ka nisur me faljen e namazit të Fitr Bajramit për të na shoqëruar gjatë gjithë ditës me atmosferën festive dhe për të na përcjell këtë festë përmes ekranit na ndihmojnë kolegët Adelina Onuzi, Artin Halili, Senad Nikšići që i kam në këtë komunikim të drejt për drejt. Ju përshëndes të gjithëve. Adelina, e nisim me ty, i e pozicionuar pranë xhamisë Namazgjas në Tiranë, ku me siguri besimtarët që gjenden aty sot janë të shumt, por dita për ta ka nisur që në orët e para të mëngjesit me faljen e namazit në sheshin Skënderbej. Si ka qenë pjesëmarrja dhe atmosfera sot, Adelina? Rosalba, të përshëndes, po në fakt ndodhem në xhamin e Namazgjas, një xhami që ka pritur për gjatë gjithë periudhës së Ramazanit, por jo vetëm besimtarë të shumë. Për të gjithë besimtarët, dita ka nisur në orët e para të mëngjesit dhe jo konkretisht në xhamin e Namazgjas, por në sheshin Skënderbej. Kanë qenë të shumta ata besimtarë që kanë shkuar edhe kanë bërë faljen e namazit atje. Së pari ka qenë komuniteti musliman shqiptar që ka treguar nëpërmjet komunikatave të tyre se do të bëhej një program i caktuar i dedikuar për besimtarët musliman që që në orën 6 të mëngjesit do të përfshinte fjalime të shumta dhe të gjitha fjalimet e tjera që kanë pasuar pas njëri tjetrit, duke kulmuar kështu me orën 6:30 që ka nisur falja e namazit për ditën e Fitr Bajramit. Kanë qenë të shumtë, kanë qenë me mira besimtar, pyetur kështu edhe imamët, ata e thonin që nuk mund të tregonin saktësisht se sa besimtar kanë qenë, por nga pamjet që kanë shoqëruar për gjatë ditës së sotme ishte e qartë se ishte i mbushur i gjithë kryeqyteti dhe ishin të shumtë në secilën zonë të Tiranës. Diçka që vlen për të theksuar të nesotme, ndoshta edhe për të përmendur këtu edhe numrin e lartë të atyre që kanë qenë pjesë e kësaj falje të namazit, ishte se të gjitha xhamitë që janë përreth sheshit kanë qenë të mbyllura. Dhe kjo ndodh në secilin vit edhe në vende të tjera apo edhe në qytete të ndryshme, sepse kjo të paktën pyetur edhe nga imamët si arsye se pse ndodhte konkretisht kështu, tregonin se kjo ishte për shkak se të gjithë besimtarët, për shkak se gjatë periudhës tjetër të vitit ishte e vështirë të takoheshin me njëri tjetrin. Ky ishte një rast i mirë për të mbledhur secili edhe për të treguar solidaritetin mes besimtarëve. Kanë qenë të shumtë, kanë pasur mundësinë të flasë edhe me besimtarë që kanë qenë të vendosur atje, tregonin për muajin e sakrificës dhe gjithçka që i ka lidhur për gjatë kësaj kohe, por duke u shprehur se për ta më shumë se sa sakrificë ka qenë një kënaqësi dhe një qetësi që ata e kanë ndjerë në të njëjtën kohë edhe fakti që kanë qenë me njëri tjetrin duke falur namazin ka qenë i pakrahasueshëm me gjithçka tjetër. Ndërkohë, sa i përket komunitetit, janë pritur edhe të paktën ato vizita tradicionale që jemi mësuar të kemi secilin vit, kanë qenë të parashikuara nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 12 në selinë e komunitetit musliman. Gjithashtu thirrjet e shumta që janë bërë kanë qenë për solidaritet me njëri tjetrin, për të qenë afër në këtë periudhë. Gjithashtu ajo çfarë është thirrur për gjatë gjithë kohës, po sidomos për gjatë muajit të Ramazanit, e të paktën për natën e Kadrit, për sadakan që ka nisur që në natën e Kadrit, që secili ka ndar vetë ato çfarë mendonin edhe mundoheshin ose të paktën që kishin të mundur për të ndihmuar ata që ishin më nevojtarë dhe ditën e sotme ka qenë momenti kulminant që ata do t'i shfaqin. Në të njëjtën kohë, sa i përket programeve të shumë do jenë ata që të paktën edhe nga këshillat që kanë dhënë, që do vijojnë edhe do duhet patjetër që sot të harrojmë çdo të keqe që mund të kemi pasur për gjatë vitit, mos të flitet për konflikte, të kalojmë kohë me njëri tjetrin edhe të shkojmë të japim mesazhe të mira sa më shumë. Ajo çfarë tjetër është vënë re ka qenë edhe që ka pasur pjesëmarrës të shumtë nga secila moshë. Ndryshe nga ç'mund të ketë ndodhur edhe herë të tjera, nëse mësuar të shihnim kryesisht mosha e mesme apo edhe të moshuarit në shesh, këtë periudhë ka pasur edhe shumë adoleshentë apo edhe fëmijë, duhet thënë, nga mosha 12 vjeç e lartë. Ishte ajo çfarë u vure mëngjesin e sotëm që ishin të ndodhur edhe në sheshin Skënderbej të nesotme. E njëkohësisht padyshim që ka pasur fjalime të shumta ku vlen të theksohet edhe fjali hapëse dhe pritëse atij që i takonte në këtë rast kreut të komunitetit musliman shqiptar, zotit Pikërisht Adelina, do doja të të pyesja cili ka qenë mesazhi që ka përcjellur pikërisht kreu i këtij komuniteti, duke qenë se besimtarët musliman këtë vit e shënojnë rreth botës flas Fitr Bajramin në kushte më të pazakonta, mes ankthit, frikës për shkak të situatës në lindjen e mesme, dhe unë besoj që në mesazhin e tij sigurisht ka pasur referencë edhe për situatën atje apo jo?
Absolutisht, në fakt paqja ka qenë, duhet thënë, fjala kyçe e mesazhit të tij. Është munduar gjithkohës të jap mesazhe dhe të tregojë se sa e rëndësishme është të jemi të paqët edhe krah njëri tjetrit në secilën sfidë. Është vërtet shumë e rëndësishme për të theksuar dhe ajo çfarë përmende dhe çfarë është trajtuar gjithë këto kohë konfliktet në lindjen e mesme e gjithçka tjetër. Kjo na bën që këtë ditë, përveç se të festojmë Fitër Bajramin ashtu siç besoj secili prej nesh momentin që do bëj vizitat e tij dhe do shikoj kryeqytetin apo edhe qytete të ndryshme, janë të shumtë ata që kanë dalë të festojnë sot me njëri tjetrin, të kalojnë kohë. Nga ana tjetër janë edhe mesazhet edhe konkretisht ajo çfarë kërkohet vazhdimisht, paqja. Kështu që nuk ka munguar edhe në mesazhin e tij ditën e sotme. Le të ndjekim mesazhin e tij Adelina, ndërkohë unë të përshëndes dhe të falenderoj për raportimin. Bota sot ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë mirëkuptim dhe për më shumë paqe dhe vëllazëri njerëzore. Dhe kjo paqe fillon nga zemra e njeriut, nga familja, nga komuniteti ku ne jetojmë. Ajo ndërtohet me respekt, me dialog dhe me kujdes për njëri tjetrin. Ne si shoqëri kemi përgjegjësinë të kultivojmë këto vlera shumë të rëndësishme, të patjetërsueshme në gjitha kohrat dhe vendet. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin, sepse një shoqëri ndërtohet mbi zemra të pastra dhe mbi njerëz që zgjedhin të bëjnë të mirën për kënaqësinë e Zotit dhe për të mbjellur paqen në këtë planet ku jetojmë si njerëz. Mirë, pasi morëm atmosferën në Tiranë dhe pasi dëgjuam mesazhin e kreut të komunitetit musliman, do të shkojmë në Durrës, ku kemi kolegen ton Elitiona Doko. Elitiona, si po festohet Fitër Bajrami në Durrës, si ka qenë atmosfera dhe pjesëmarrja në këto orë të para të kësaj dite feste? Nga Durrësi edhe nga qyteti i Durrësit në sheshin kryesor Liria dhe në xhaminë e madhe të qytetit, mëngjesin e sotëm qindra besimtarë, qoftë ata që kanë argjëruar dhe kanë sakrifikuar përmes një muaji të tërë atë të Ramazanit, por edhe besimtarët muslimanë të rësi i janë drejtuar xhamive për të bërë faljen e mëngjesit të Fitër Bajramit. Paqja ka qenë kryefjala edhe lutja kryesore nga e cila janë përcjell mesazhet nga përfaqësuesit e kësaj xhamie apo edhe nga besimtarët që janë bashkuar festimeve dhe falje të mëngjesit. Ka qenë një pjesëmarrje e gjerë dhe duke qenë që sheshi përpara xhamisë kryesore nuk arrinte të përballonte numrin e lartë të besimtarëve që janë drejtuar mëngjesin e sotëm me falje në këtë xhami, është vënë në dispozicion pikërisht sheshi Liria përpara bashkisë së qytetit, duke u mbushur i tëri edhe pjesa e shkallëve të sipërt të xhamisë madhe të qytetit. Duket se vit pas viti numri i besimtarëve që agjërojnë dhe që sakrifikojnë përmes një muaji të tërë të Ramazanit ka një rritje të ndjeshme në qytetin bregdetar, qoftë përmjet kësaj dëshmie që unë citova në këto momente, pra që i është vënë në dispozicion sheshi përpara bashkisë sheshi Liria, apo edhe në xhamitë të tjera të qytetit, apo edhe gjithë rrethinave të qarkut të Durrësit. Ndërkohë, pas këtij momenti lutjeje që kryefjala si kundër e thash është paqja dhe gëzimi qoftë në familjet e tyre apo edhe më tej në të gjithë botën muslimane, tashmë kanë filluar edhe ritualet e tjera, ato të gatimit apo edhe mesdita, pra që shënon edhe drekën familjare që kryesisht qytetarët festojnë dhe kremtojnë me njëri tjetrin. Duke qenë që dallohemi për harmoninë fetare, kush ka agjëruar apo ka një pjesëtar të tij në familje
që ka sakrifikuar përmes një muaj të tërë të agjërues, janë ata që kryesisht mlidhen në familje tashme me njëri tjetrin në drekën e madhe të Fitër Bajramit. Është një atmosferë në fakt e gëzueshme dhe që ku njerëzit kanë harruar angazhimet e përditshme apo edhe hallet e përditshme që i karakterizojnë apo i shoqërojnë në përditshmërinë e tyre, duke ja dedikuar këtë ditë falënderimeve, mirënjohjes dhe sigurisht edhe lutjeve për një jetë më të mirë dhe paqe në çdo familje shqiptare, që përfitojmë që edhe nga Durrësi të urojmë dhe të dërgojmë këto urime të sinqerta për të gjithë agjëruesit që kanë sakrifikuar përgjatë këtij muaji. Elitiona, të falenderoj për informacionet dhe raportimin tënd edhe në sfondin e paqë të detit Adriatik që si të thuar shkon në një linjë edhe me mesazhin që përcjell kjo festë. Faleminderit. Ne do të shkojmë tani në Korçë me Artin Halilin. Nuk e dia, e kemi në një lidhje të drejtë për të përcjell edhe atmosferën nga Korça. Artin, të përshëndes. Siç e tham, është një ditë e madhe, festa e Fitër Bajramit, e cila kurorëzon muajin e shenjtë të Ramazanit, ku përgjatë 30 ditëve pra ka pasur kryefjalë, sakrificën, lutjet, besimin dhe shpresën. Si është festuar dhe si po festohet kjo ditë në Korçë? Është ndër festat më të mëdha të besimit islam, Fitër Bajrami, ose si quhet ndryshe Bajrami i Madh, i cili është ditën e sotme pas një muaji të gjatë, 30 ditor të agjerimit, të lutjeve dhe të faljes dhe të adhurimit të Zotit që kanë bërë besimtarët muslimanë në jugëlindje të vendit, dhe sot kanë kurorëzuar këtë muaj të Ramazanit me festën e Fitër Bajramit. Në të gjithë qarkun e Korçës janë zhvilluar proceset e faljes namazit të Bajramit në orë të para të mëngjesit, në orën 6:30 minuta, kanë qenë me mira besimtarë të cilët kanë mbushur jo vetëm ambientet e brendshme të xhamive, por edhe ambientet e jashtme, pasi në Pogradec dhe në Korçë xhamit nuk arrinin dot të përballonin numrin e madh të besimtarëve në brendësi të ambienteve të tyre, dhe kështu është trirë edhe jashtë godinave falja e namazit. Është një festë e cila mbi të gjitha përcjell paqen, përcjell solidaritetin dhe mbi të gjitha përcjell edhe bamirësinë ose dhënien e sadakas. Është një nga shtyllat kryesore të muajit të Ramazanit. Kjo pjesë, pasi çdo besimtar i cili agjiron, lutet, duhet të bëjë edhe dhënien e sadakas së fitrit për familjet në nevojë. Është një formë e cila ndihmon kështu familjet nevojtare për të festuar Fitër Bajramin dhe për post dalë dhe për të mos lypur gjatë ditës së sotme për të kërkuar ushqim apo dhe diçka tjetër. Ka qenë një atmosferë shumë e bukur gjatë gjithë muajit prej 30 ditësh, dhe sigurisht ata të cilët realisht e ndjejnë shumë largimin e muajit të Ramazanit mërziten të paktën gjatë ditës së sotme, sepse largohet sipas tyre një mik i madh i besimit islam, i cili të jep mundësinë të afrohesh më shumë me Zotin, të adhurosh Zotin pothuajse gjatë gjithë kohës për gjatë 30 ditëve. Por sigurisht ajo se çfarë del si mësim nga muaji i Ramazanit është që afrimi me Zotin duhet vazhdojë, njerëzit duhet të udhëzohen më së shumti tek Zoti, të jenë shumë pranë familjeve të tyre mbi të gjitha, por edhe pranë familjeve në nevojë. Ndër mesazhet kryesore që kanë qenë të imamëve për gjatë mëngjesit të sotëm kanë qenë kujdesi më i madh për familjen, por ka pasur dhe mesazhe që të rinj të mos largohen nga vendi, por të qëndrojnë këtu dhe të ndërtojnë jetën e tyre këtu, pranë familjeve të tyre dhe pranë prindërve të tyre. Ka qenë një atmosferë shumë e bukur, ka pasur fëmijë të gjitha moshave deri tek të moshuar të gjitha moshave, e sigurisht shumë e veçantë ka qenë dhe mëngjesi në xhaminë e Pogradecit, ku fëmijët e vegjël kanë marrë edhe dhurata për gjatë ditës së sotme. Pas këtyre orëve të para të festës që nisin me faljen e namazit, me shkuarjen në xhami, si vijon festa pastaj, Artin? Festa vijon s'pari sa po mbaron falja në xhami me një kafe e cila është e para pas 30 ditësh që pihet në orët e para të mëngjesit, dhe më pas të gjitha familjet besimtare i drejtohen shtëpive të tyre për të gatuar ushqimin e drekës së Fitër Bajramit, sepse është festë, por kryesore dhe që vazhdon të paktën të ruhet nga besimtarët musliman është vizita tek të afërmit e tyre, tek të komshin, tek nëna, tek gjyshërit,
tek dajullaret. Është një procedurë të cilën her pas here hoxhallarët e bëjnë si thirrje për të ruajtur lidhjet familjare mes njëri tjetrit dhe është interesante sepse ka ende shumë familje të paktën që vazhdojnë ta ruajnë këtë traditë të vjetër. Ju e mbani mend që kur ne kemi qenë vegjël, vizitat që bëheshin për Bajram të madh ose Bajram të vogël dhe ato vazhdojnë edhe gjatë ditëve të sotme dhe po përcillen edhe tek brezat e rinj dhe kjo është e bukur e asaj se çfarë ndodh gjatë këtyre ditëve të festave, pasi njerëzit janë edhe shumë pranë njëri tjetrit. Artin, unë të falenderoj që na solle atmosferën nga Korça dhe Pogradeci dhe nga Jugëlindja e Shqipërisë dhe për mesazhet e bukura që përcollen në këtë raportim. Faleminderit dhe gëzuar. Ndërkohë ne do të spostohemi në Shkodër, ku kemi kolegun Senad Nikšić. Senad, përshëndes, do doja të na përcjellë edhe ti atmosferën në Shkodër në këto orë të para të ditës Fitër Bajramit, një festë edhe një ditë e shënuar për gjithë besimtarët musliman. Si po shënohet atje dhe si ka qenë atmosfera? Përshëndetje nga Shkodra, fillimisht gëzuar Fitër Bajramin gjithë besimtarëve musliman qarkut Shkodër edhe patjetër gjithë Shqipërisë kudo që janë brenda dhe jashtë vendit. Natyrshëm që në Shkodër që në orët e para të mëngjesit mira besimtarë janë dyndur në qendër të Shkodrës duke ju lutur Zotit në këtë festë të Fitër Bajramit, teksa është kryer riti i faljes së namazit. Pra në mëngjes ku mira besimtarë morën pjesë në faljen e mëngjesit. Në hutben e Fitër Bajramit, pra këtij namazi, ka udhëhequr zëvendës muftiu i Shkodrës, Arben Halluni, i cili në fjalën e tij u ndal në 2 pika kryesore. E para ishte që të ruajmë familjen natyrale, duke qenë se ka orientime të shumta thaj drejt devijimit, shturjes dhe imoralitetit, dhe po ashtu e quajti termin prindi 1 dhe prindi 2 si terma të ftohtë dhe që nuk mund zëvendësojnë kur fjalën nën dhe baba. Ky ishte njëri prej mesazheve, ndërsa mesazhi tjetër i zëvendës muftiu të Shkodrës ishte për të mos braktisur prindërit, duke qenë se tashmë është kthyer një fenomen shqetësues vetmia të moshuarve në Shkodër, por besoj edhe kudo tjetër, dhe Halluni bëri thirrje në këtë Fitër Bajram që të mos braktisen prindërit dhe fëmijët t'i mbajnë në shtëpitë e tyre dhe të mos i dërgojnë në azile, siç po ndodh tashmë rëndom pothuajse kudo për shkak të vetmisë dhe ndoshta pamundësisë të kohëve të sotme, duke qenë një sfidë në vete, dhe ai bëri thirrje që prindërit të qëndrojnë me fëmijët e tyre, duke qenë se ata më përpara kanë sakrifikuar. Këto kanë qenë mesazhet kryesore, ndërkohë që pas me këtu në xhamin e Parrucës po zhvillohen edhe vizitat zyrtare, pra në pritjen që bën Muftinia e Shkodrës, teksa autoritete vendore, përfaqësues të klerit dhe qytetarë të ndryshëm të Shkodrës kanë ardhur dhe kanë uruar Fitër Bajramin dhe kanë zhvilluar vizitat e kortezisë në Muftininë e Shkodrës. Natyrshëm që është një ditë pushimi dhe qytetarët dalin, festojnë, urojnë njëri tjetrin dhe zhvillojnë edhe vizita në shtëpitë e tyre, tashmë një traditë e bukur në Shkodër. Duhet ndoshta një detaj i vogël, në vizita arshipeshvi i Shkodrës, Giovanni Peragine ishte prezent dhe ritheksoi faktin që muaji i shenjtë i Ramazanit që u përmbyll dhe tashmë duke kulmuar me festën e Bajramit, përkoi në të njëjtën kohë me kreshmet e të krishterëve dhe po ashtu edhe pashkët janë vetëm pas pak ditësh pra festa e pashkëve, dhe tha se kjo është një shenjë shumë e bukur solidariteti dhe harmonie në Shkodër. Senad, të falenderoj për atmosferën dhe mesazhet që përcollen nga Shkodra, të urojmë gëzuar. Ndërkohë, muslimanët në pjesë të mëdha të botës, përfshi rajonin e Gjirit, Turqinë, Europën, Amerikën dhe Afrikën, po festojnë sot Fitër Bajramin me lutje të përbashkëta dhe tubime festive. Festa e cila shënon fundin e muajit të shenjtë të Ramazanit e gjen këtë vit lindjen e mesme dhe vendet e Gjirit mes ankthit dhe frikës për shkak të përshkallëzimit të luftës mes Izraelit, SBA-s dhe Iranit. Me mira ishin besimtarët musliman që u mblodhën në xhaminë e madhe në Mekë këtë të premte për lutjet e Fitër Bajramit. Për palestinezët ky Bajram ndryshe, teksa xhamia Al-Aqsës qëndroi e mbyllur në fund të muajit të Ramazanit. Autoritetet po e mbajnë kompleksin të mbyllur, duke detyruar besimtarët musliman të zhvillojnë lutjet jashtë xhamisë së famshme në qytetin e vjetër, në kryeqytetin libanez Beirut. Lutjet në këtë ditë ishin që lufta mes Hezbollah dhe Izraelit të mbarojë sa më shpejt.